Historia që përloti Amerikën, bleu një pije për klientin, mori $40.000 bakshish. Historia e 68 vjeçarit Dan Simpson, një shpërndarës picash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është bërë virale dhe ka prekur mira njerëz pasi një akt i thjesht mirësie i ndryshoi atë jetën. Ai mori mbi $40.000 bakshish përmes një fushate online, vetëm sepse bëri diçka që për të ishte krejt normale, ndihmoi një klient. Ngjarja ndodhi në 27 mars, kur Simpson po dorëzonte një picë për një klient, por piceria nuk kishte më pijen e gazuar që klienti kishte porositur. Pa hezituar ai ndaloi në një dyqan ushqimesh dhe bleu vetë pijen për klientin. Klienti, Brian Wilson, nuk kishte para për bakshish në ato moment dhe i kërkoi falje, madje ofroi të telefononte picerin, por Simpson refuzoi. Ai thjesht i tha se nuk kishte problem dhe u largua. Por ajo që Simpson nuk e dinte ishte se Wilson dhe bashkëshortja e tij kanë probleme me shikimin dhe për ta një dalje vogël për të bler diçka nuk është e lehtë. Gjesti i shpërndarësit i preku shumë dhe ai vendosi të hap një fushat në GoFundMe për ta ndihmuar Simpson me synimin për të mbledhur $45.000 në 8 ditë. Video e momentit është bërë virale në TikTok, duke marrë qindra mijëra shikime dhe donacionet kaluan shumë shpejt $40.000. Simpson, i cili do të dalë në pension në 30 prill dhe ka pasur vështirësi financiare, tregoi se gjithmonë është përpjekur për të ndihmuar njerëzit. Ai rrëfeu se në të kaluarën kishte pasur probleme me alkoolin dhe kishte kaluar kohë në burg për drejtim mjeti në gjendje të dehur, por më pas jeta e tij u ndryshua, u kthye në shkollë dhe punoi për vite të tëra për të ndërtuar një jetë të ndershme. Gjithmonë jam përpjekur të jem një njeri i mirë dhe të ndihmoj të tjerët, sepse e di si është kur nuk je mirë, tha ai. Edhe pse tani ka marrë një ndihmë të madhe financiare, Simpson thot se do të vazhdoj të shpërndaj pica edhe pas pensionit. Ai shpreson që me paratë e mbledhura të bëjë një udhëtim për të parë sekojat gjigande në Kaliforni, një ëndër që nuk e kishte realizuar kur më parë.